ato që konsiderohen si rregullat e përbashkëta të lojës. Një prej tyre është rregulloria e kuvendit. Me 71 vota ndryshohet rregulloria e kuvendit. Shumica e thjesht duhet, por gjithmonë është ndryshuar me dakordsi ose ka pasur ndryshuar me dakordsi. Pse? Sepse konsideroi rregullat e përbashkëta të lojës. Po këtë ama në Shqipëri Partia Socialiste ka shkelur tashmë. Disa herë dhe po bëhet gati ta ndryshojë prapë rregulloren. Mund ta bëj prapë. Kështu që edhe unë kam shtruar këtë, sa mund si pyetje me të ftuarit e mi, sa mund guxoj politikisht mazhoranca socialiste, sa do e fortë që tjetë ajo dhe të ndjetë dhe pacënueshme brenda për brenda, që ti ndryshojë rregullat e lojës, reformën zgjedhore apo formulat të tjera në mënyrë të njëanshme. Mund ta bëjmë, por në çdo raport ndërkombëtar mbi situatën politike në Shqipëri, mbi demokracinë, nivelin e demokracisë në Shqipëri, në çdo raport ndërkombëtar, ti do të kesh të pikë të theksuar. Shumica nuk përfilli opozitën ke këto ndryshime të rëndësishme. Është e sigurt. Në çdo debat televiziv, pastaj do ta kesh këtë argument kryesor të opozitës për këtë që ka ndodhur. Në çdo kritikë që do të vijë nga ndërkombëtarët, ky do të jetë elementi i parë që do të vijë aty, bashkë me ato të tjerët, po them një gjë që është një argument shumë i fortë. Dhe problemi do ta ketë me opinionin publik, mazhoranca nëse e bën të gjë do ta ketë në raport me ndërkombëtarët, pikërisht. Se ne në Shqipëri jemi mësuar që ju besojmë më tepër kritikave të ndërkombëtarëve sesa asaj që shohim ditë për ditë në sy. Arbitri ndërkombëtar. Ne shohim çfarë ndodh nëpër zgjedhje, po të gjithë presim që të dalë raporti i OZB-Odirit që ta përdorim atë si argument nëpër studio televizive. Domethënë këtë problem do ta kemi. Dhe mos harroj që Shqipëria është e varur në shumë aspekte nga raporte të tilla. Shqipëria është futur në një proces ku synon që të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe imagjinoni se çfarë impakti ka kjo në këtë lloj procesi. Me që përmendëm ndërkombëtarët, a keni bisseduar me këta faktorë ndërkombëtar në lidhje me nismën tuaj, nëse po si është pritur, apo nëse keni marrë një feedback në mënyrë qoftë edhe indirekte? Ne kemi takime që do të organizohen në ditët në vijim, fakte dhe faktorin ndërkombëtar, takime që vinë për shkak të një interesi për t'u informuar nga ana tyre, që supozoj që është i natyrshëm, dhe nga ana tjetër edhe dëshira jonë për të informuar për atë se çfarë po bëjmë. Përderisa secili është interesuar për jetën politike dhe publike në Shqipëri, natyrisht që këto lloj kontaktesh janë absolutisht normale. Pra nuk janë kaq të fokusuar, nëse është fjala e dur për të përdorur, se ndonjëherë krijohet kjo përshtypje sikur nuk e kanë shumë vëmendjen apo sikur janë të gatshëm të mbyllin një sy, apo ndoshta është narrativa e mazhorancës që tenton të shtyr në këtë drejtim. Atëherë, ata që janë përfaqësitë tuaja në Shqipëri dhe ndërkombëtare në Shqipëri diplomatike etj. Natyrisht që objektin kryesor të punës tyre kanë jetën publike e politike në Shqipëri, zhvillimin e Shqipërisë, është e qartë kjo gjë. Kështu që fakti që kemi një gjuhë, një nivel caktuar gjuhë diplomatike shumë të kujdesshme, ose që ruhen distanca me atë se çfarë ndodh, edhe në raport me opozitën shpesh, nuk do thotë detyrimisht që nuk janë të vëmendshëm për këtë gjë. Përkundër, unë mendoj që janë shumë të vëmendshëm, por për shkak të situatës janë më të kujdesshëm në gjërat që thonë. Ne ndoshta ishim mësuar, varet se si e bën krahasimin, ishim mësuar me atë stilin e zonjës Jurikim, që i mblidhten palët në rezidencën e saj diplomatike, i mbyllte aty brenda, i detyronte të gjenin një marrëveshje, ndonjëherë dilte edhe me mesazhe që ishin gati paralemenuese apo me tone kërcënuese, kështu që në këtë drejtim dallimi është i qartë, por kjo ju thoni ka ndryshuar thjesht gjuha. Vëmendja është po e njëjta, vëmendja është po aty. Është konteksti i tillë. Po edhe ju po të ishit ambasador në një vendi sot, do thënë çfarë do të bënit. Ato gjëra që janë për të thënë janë thënë. Do thënë ato çfarë kërkesat që kanë, supozojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me qeverisin janë bërë të qarta në çdo dalje përfaqësuese së Shtetet e Bashkuara. Çështja e luftës kundër korrupsionit, luftës kundër narkotrafiqeve, se këto janë pjesë, sidomos kjo e narkotrafiqeve që prek edhe shkel në kallo pak edhe strategjinë kombëtare të sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mesazhet janë dhënë në çdo moment. Do të thënë, nuk është se janë të pavëmendshëm ose të painteresuar për këtë gjë. Thjesht kuptohet, gjërat thuhen në një kontekst të caktuar, vendimet merren në një kontekst të caktuar, por gjithsesi është e vërtetë që nëse në Shqipëri do ndryshojë diçka, nuk do ndryshojë sepse do vi dikush edhe të na i zgjidhë problemet me një telefonat ose me një helikopter. Kjo është e sigurt, do ndryshojnë gjërat këtu atëherë kur shqiptarët të marrin fatin e tyre në dorë, kur të mos tolerojnë më të trajtohen si trajtohen.